të qeverisë me atë lloj vepre penale. Është vepra penale më minimale e mundshme. Dhe ti e mirë pa mas sigurie ke mbajtur 1 muaj. Ose të kam unë që jam këtu jam me mas sigurie. Unë jam me mas sigurie. Unë s'jam marrë as me taksat e shqiptarëve, as me aty bëhet fjalë 2 ura parë dhe mbrapa tunelit, minimalisht 30 milionë euro që janë zhdukur, dhe ti e lë pa mas sigurie. Dhe thoj kjo s'në dëmton hetimin. Dhe merresh me celularin atij tjetër që ka marrë punë. Jo, kjo është histori që nëse vërtet do ta kapnin demin për brirësh, duhet kishte një lloj tjetër qasje. Unë mendoj që në kështu si po shkon historia, thjesht Rama po merr kohën e duhur që ta kaloj edhe këtë lumë, siç ka kaluar gjithë lumenjtë e tjerë, dhe këmbgul që probleme më të mëdha për Ramën vijnë nga jashtë, nuk vijnë nga brenda. Ai nga brenda e ka trofizuar opinionin publik, e ka nën kontroll median, e ka shpartalluar opozitën duke dëmtuar 4 vjet në luftë civile të brendshme. Ai brenda s'ka armikë, si me lëshu tigri myzeqe. Kush do ka kafsh që përballet me tigrin myzeqe? Më thoni mua, kush është kafsha me egrin myzeqe që përballet me tigrin? Ai brenda territorit nuk ka lënë kundërshtar, por kundërshtari i jashtëm, rrethimi i jashtëm tani po i vjen duke u mbyll. Miq po i hikin. Ajo që ani i bukur po i vjene po ngushtohet, ka ardhur deri në atë se kanalin e Otran, por ka ardhur në Otran këtu, i ka ardhur deri tek ajo Gadishulli i Karaburunit. Pra, unë këtë shoh problem për Ramën. Do të flasim pastaj veç mazgjërsisht për të pjesë se kishte sot një artikull të Washington Examiner, po kishte një shprehje që më bëi përshtypje të autorit. Ne thoshte, na është thënë nga shërbimet sekrete tonat që lidhjet e kartelit të drogës në Shqipëri shkojnë dhe përfituesi direkt i tyre është Edi Rama. O, që mirë. Ishte shprehje. Unë ta kam treguar me fakte që e kam çuar në Netflix të gjë. Jo sot. Kam vite që e kam bërë këtë gjë. Për të treguar që këtu lidhjet dhe ky është problem për Ramën. Dhe ky është problem se këtu vetëm këtu nuk të falin ndërkombëtarët. Në qoftë se ti kur kam patur mediat e huaja kaq intensitet për të treguar lidhjet e narkotrafikut dhe të botës krimit me pushtetin e Shqipëri, më përpara rrallë mundoheshim ne të gjenim në një të qarë. Pse? Sepse sa hynin këtu, ti kapnin grupet e xhirimit ata dhe ta kthehen në histori pozitive. Kurse në rastin konkret, kjo është bërë kaq e dukshme, kaq masive, se tani është e vështirë që ti të përballesh, nuk është më thjesht shkove ti te raji 3 dhe e mbyllë. Se të janë kthyer media më mëdha gjermane, mediat britanike, mediat franceze, mediat amerikane, ti s'ke nga shko në Australi ke vaj, deri në Australi të janë sul, në Kanada, po ashtu mediat atje të janë sul. Në këtë ky është problemi i madh që shoh unë për Ramën dhe kjo e rrezikon vërtet. Kurse në pjesën e brendshme unë mendoj që Rama e ka situatën nën kontroll. Ka është e vërtet që ka shumë të çara, i janë kalbëzuar ato më shkruaj një koleg. Gypat kapilar, por prapa ai e ka kontrolluar. Më shkruaj një koleg thotë me që tani e shikojnë shpresë vetëm nga dosë që kanë lidhje me jashtë. Si e mbyllet Xibraka në Ramën me qenë se problemet mund të vinë vetëm nga hetimet e huaja. Po Xibraka është e hershme që kur është bërë Xibraka flasin për 2015, s'është bë sot. Xibrakës ja kishin pastru letrat me kohë. Dhe sot unë them dosjet e huaja, unë them hetimet e huaja. Që Artan, në anën tjetër ne kemi Bashkimin Evropian që është jashtëzakonisht optimist për antarësimin e Shqipërisë të shpejtë në Bashkimin Evropian. Do flasim edhe për Mogherinin, mos kemi radhë. Jo. Dëgjom. Bashkimi në të bërë është në mes një deti tërë. Sa vuli Kosova për ato të shkreta vizë? Jo, nuk është ashtu. Artan, mos e dëmton, unë jam kritik sa dushi Ramës. Po. Nuk e kam se jam kritik. Jo, kur jam realist, ti citojmë drejt, një gazetë respektabile si Guardian e qetë në ballin të Shqipëria me malin e zi janë 2 vendet që brenda kësaj dekade pritet mu fut Bashkimi Evropian. Nuk e thot vetëm Guardian, e thonë disa prej mediave që janë të afërta me Brukselin. Po pritet po ata që zyrtarëve të Brukselit u referohen. Që zyrtarëve të Brukselit u referohen. Brukselit. Edhe ti po shikon zyrtarët e Brukselit se çfarë po ju ndodh. Po gabimi juaj çim është edhe çiky, domethënë thoni lexova dhe të fundit, domethënë arrestohet Mogherini për korrupsion edhe gjuhën te Roma, po nuk është Roma me Mogherini, domethënë raporti i Shqipëria më. E di që është një dosje. Po s'është bre, një objekt në Bryzh atje është, domethënë tenderi është një 3 milion për një ndërtesë që e kanë prokuruar atje. Nuk e të drejtë në përmasa tona, ajo është një gjë e vogël fare. Po ç'është e vogël. Ajo është shumë punë ajnie. As 3 milion do 1 milion euro. 3 milion ishte komplet. 2 milion euro. Jo, po zonja është drejtoreshe kësaj që është dhënë 12 milionë euro këtu. Po ai projekti i Bashkimit Evropian. Kjo është deg. Dakor. Po deg. Këtu po te dega ku janë gjithsej 20 student, 50 student, 40 student, janë shpenzuar 17 milionë euro. 4 janë shqiptarët. Atje janë shpenzuar shqiptarët e kosovarë këtu mos. Po pra 4 nga Shqipëria dhe Kosova. 17 milion.
17 milion euro. Atje 3. Atje 3,2. Infrastrukturën gati, këtu do ta push nga Po, e vërtet. Po gipsi dhe suvaja kushton më shumë. Gipsi sa ka filluar. Qërë, nëse vazhdojt me u lidh çdo gjë me Romën, domethënë arrestohet një ish zyrtari i Brukselit edhe Roma i ka fajt edhe për atë. Domethënë Roma po boll faje. E kalove ti aty, jo, s'po thoshim atë. Roma po boll faje. Jo, s'u morëm atë. Që kudo ku ka Hajdut gjenet një lidhje me Tiranë.